Komisionerja e Bashkimit Evropian për zgjerim Marta Kos, gjatë një diskutimi në mbledhjen e përbashkët të Komitetit për Punë të Jashtme dhe Komitetit për Buxhet të Parlamentit Evropian, ka thënë se janë duke përcjellë ecurinë e normalizimit të marrëdhënieve Kosovë-Serbi përpara lëshimit të pagesave të para nga plani i rritjes. Ajo gjithashtu ka theksuar ndikimin që ngërçi institucional në Kosovë ka mbi planin e rritjes në vlerë totale prej 6 miliard eurosh, përmes të cilit Bashkimi Evropian synon përkrajen financiare të 6 vendeve të rajonit të Ballkanit Perëndimor deri në vitin 2027. Për sa i përket Serbisë, komisionera slovene ka theksuar se BE-ja nuk është as pak e kënaqur, duke vlerësuar se Serbia nuk ka bërë asnjë progres në rrugën e reformave që nga dhjetori vitit kaluar, përkundër zotimeve të përsëritura nga udhëheqësit e saj. Kujtojmë se qëllimi kryesor i kësaj pakete ambicioze financiare të Bashkimit Evropian është të ofrojë mbështetje për rritjen ekonomike të rajonit, përmes së cilës synon të nxjisë avancimin e reformave në shtetet e Ballkanit Perëndimor përpara integrimit të tyre në Bashkimin Evropian.